kam blokim për mbrenda kur janë rastet për herë të parë të ballafaqimit me mu, por prap tentaj spaku momentin e parë mu ju bat letë. Me gjithse, thamë, mbrenda meje qarkullojnë mendime të ndryshme, me keqardhje, me vramje të ndërgjegjes, që adin prej komunikimit cilin unë duhem me interpretu, po këtë momentin e parë tentaj maja zbut që në qoftë se ka probleme për trajtim tutje, me mujtë unë me ja lejtësu momentin që me pranu qoftë trajtimin, qoftë ardhjen e vazhdueshme tek mjeku. Dhe me thanë, duhet me lujt rolin midis asaj seriozitetit të punës cilën une e kryj, faktikisht se puna me pacient onkologjik është jashtëzakonisht punë e vështirë, por edhe asaj pjesës interpretimit shpresës, interpretimit pozitivitetit që se cila gja ka atë vendin e vetë, kohën e vetë të ardhjes, edhe ka edhe momentin e zgjidhjes. Kështu që ka një herë ju tham, prej momenti që ju keni vendos për me ardhë, ju veç keni fillu këtë betejen, edhe besaj që bashkarisht edhe ja dalim edhe luften për me fitu bashk. Do të thotë hapi i parë është hap vendimtar, si për pacientin që vjen te une, si për mu si i qasem pacientit. Por tham definitivisht që tentaj me shumë kështu empati mu ju qas pacientit, nuk e marr pacientin vetëm si smundje ose si një diagnoz me cilin ka ardhur, ai ka backgroundin e vet, ka ndjenjat e veta, ka familjen e vet, ka dinjitetin e vet, frikën, anktin, ka komplet jetën cilën e rrethan. Kështu që secilën gjatë duhesh maja baras peshu edhe maja vlerësu, edhe besa mi respektu, sepse nga njëherë pacientët onkologjik nihen edhe të pa vlerësuar, sepse mendojnë që momentin se jam diagnostiku me këtë smundje, ma jam i pa vlerë, ma s'ka me pas dikush respekt ndaj meje, sepse veç nuk jam në atë periudhen ma fryddanse të jetës teme. Kështu që ti duhesh shumë me pas kujdes si i qasesh. Edhe një herën du mu kthy te aja konkretja, momentin e parë tentaj me qenë shumë, si me thanë, shpresdanse edhe e but në informacion, derisa kuptaj edhe pak psikologjinë e pacientit ose familjarëve të pacientit, a janë gjendje ata informacionin cilën unë kam me interpretu, mi pranu në formën ma të miren, mas mu ju shkaktu hala ma stres se sa që kajnë pas deri në momentin e takimit me mu. Shumë shprezënse dhe kjo pjesa me ditë që brenda institucionit shtetit kemi persona doktor, mjek të tillë, të cilët merren me pacientët, apo me ne kush do qoftë sepse jetës nuk i dihet, as kush prej nesh nuk është i sigurt, por do thotë është shumë mbështetje edhe na jep besoj është forcë për secilin që na shikon.